Tani neve kemi pasur probleme shumë të mëdha me Milaimin. E kanë linçuar publikisht. Ka pasur rrahje publike. Ka pasur sharje publike. Gjitha me radhë, në fillim kur vajza, sidomos vajza e madhe, se e vogla është 10 vjeç tani, e madhe është 18, të madhen e kam ruajtur që mos t'i shoh, që mos t'jetë pjesë e kësaj gjullurdisë tonë. Ne kemi qenë në ka ardhur Euleksi në shtëpi, 70 forca policore dhe unë i them edhe sot e kësaj dite faleminderit Afrodita Paçaradës që vajti ma mori në shkollë dhe la me vajzën e vet të luan të gjithë ditën që ajo mos ta shihte atë situatë në shtëpi. Pra, gjithmonë jemi munduar që fëmijët t'i ruajmë nga këto pislëqe, sepse janë të vegjël dhe nuk e kuptojnë dhe nuk e menaxhojnë dot. Më vonë, duke ditur që janë pjesë e rrjeteve sociale, ja kemi shpjeguar, por është ndryshe kur ti e sheh një gjë pasi ta ka shpjeguar prindi yt, sesa ti përballesh më një herë me të edhe të vjen si shuplak fytyrës. Dhe mendoj që tash e kam, sidomos e madhja e ka te kaluar atë fazën që intereson shumë se qa dhe kush ja shën babin.